ajo është imja. Open the book, let your mind take flight. Pages of dreams in the soft lamplight. Each word a spark, each line a glow. Fuel for the fire to help you grow. Breathe in deep, let the calm surround every answer here waiting to be found. Step by Point Ariana. Shumë bukur. Kidi dhe Adela. Adela dhe Kidi. Me pozitive, do ju ndihmojnë të bëni gjë mirë sa mendime negative. Dhe kushërës time. Gati për momentin e së vërtetës. Disa më ka prerë, disa më dheme. Jepi, merrine. Kujti bie vjeta, është e vërteta, Ta them pastaj, është sekreti im. Numëroni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sopa madhe. Mere. Jo, ajo është imja. Kjo është glaz limoni. Sekreti kësaj. Jepini. Pak. Vërtet? E pëlqen? Vjetë që nga limoni. Ka bërë një gjë të harit në fund. Ishte vërtet më pëlqeu shumë dhe mendoj se do e bëj përsëri këtë resetën. Po e gjëja. off lamplight. Each word a spark, each line a glow. Fuel for the fire to help you grow. Breathe in deep, let the calm surround every answer here waiting to be found. Step by step you're building. Atëherë, unë sa po vesha për punë, kështu që do kape dhe flokët tani, sepse siç e dini një infermiere duhet gjithmonë flokët e kapura dhe më pas të nisim do ju tregoj edhe më shumë në drejtësinë sot të punës. Gjëja e parë që bëj me gjysën e të hënave është të gati zyrën time, pra do më mjekimit, sepse do vinë pacientët më radhë për të hequr tamponën. Unë mundoj të kapet një sekundë së vogël duke hequr tamponën të një vajze, që mund duke marrë lejen e saj, por që ajo mos më duket edhe shumë, sepse privatësia e pacientit është shumë e rëndësishme. Gjëja që ne nevojtojmë për heqjen e një tamponi, do t'ju shpjegoj dhe juve, është vacineja me një klem, ose me një pjesë, ta keni një përbar për t'i heshur, duhet që të ruan në spekulu, por tamponët që janë pak më thellë, dorezat, dhe një gjithë të që në duhet neve, është edhe adrenalina. Adrenalina ose Traneksi janë dy medikamentë përdorur në provën dhe së momentin që një pacient ka gjatë dhe honda. Dhe adrenalina së në bashku me Traneksin, e në fiksin gjakon dhe thjetin të gjithë e më fush një vendosë adrenalin në rënda të honda, dhe kështu ndalojmë një gjërë të vogël, flasim gjithmonë, sepse të mëdhaja kanë gjithmonë nevojë për aspirimin e doktorit dhe për nuturimin e tij. Building your way, knowledge will guide you day by day. Hands on the keys, let the rhythm guide every note adore that. Roli për heqjen e tamponit, përveçse faktit që manipulojmë pacientin, është edhe roli edukues, që është shumë i rëndësishëm, sepse të dyja shkojnë bashkë. Let's open wide. Your thoughts align like stars in the sky, shining bright as the moments pass by. Breathe in deep, let the calm surround every answer. Një gjë e tjera që bëj gjithmonë në mëngjes është që kur vi përgatis gajzat të kem gati për operacionet e rinoplastikës, që më pas sa herë të mbushen nga pacientët, unë thjesht të ndryshoj atyre. Gjithmonë me doreza. Mundohem të bëj pak, të bëj dyshe, në mënyrë që të mbajnë pak më shumë, që edhe lëkura e pacientit mos të vritet duke hequr shumë shpesh.
ulla këtu, sepse më që të tregoj diçka shumë të veçantë, që ndodhi sot, të veçantë jo për mirë në fakt, por që është një nga ato raste e rralla që ndodhin. Sot për një paciente ishte nga Italia dhe do bëj facelift, pra domethënë ngritje të gjithë lëkurës së fytyrës në mënyrë që duket domethënë mos ketë rrolla, mos ketë lëkurë të barur. Dhe shumë në momentin e parë kur erdhi sot për të bërë analizat, një nga gjërat që recepcioni më referoi ishte që pacienti ka venat shumë keq edhe ka HIV/AIDS. Dhe mendimi i parë imi ishte që kjo paciente është përdoruese drogës sepse si fillim nuk ka vena dhe HIV/AIDS mund të ketë marrë edhe në anë të shërimeve të drogës. Dhe në fakt rezultoi e vërtetë sepse në momentin që po i vendosnim vigonin pacientes, edhe me vigonin e verdhë që e provuam, pra që është vigoni për vena shumë të holla dhe për neonatët e vegjël, kishte venat e kalcifikuara dhe nuk ecte vigoni fare. Dhe aty domethënë kuptova që me eksperiencën vjen edhe disa gjëra, disa mendime dhe disa vlerësime që i bën pacientit vetëm me 2-3 gjëra të vogla që mund të referoj ai apo të tjerët. Dhe pacienti në fakt u shpoa shumë herë fatkeqësisht, u shpoa gati mbi 10 herë në venat e duarve, në venat e këmbëve, në shumë vena, por që nuk ka lidhje me këtë gjendje. Dhe normalisht vigoni nuk mund të nisni me procedurë kirurgjikale. Më pas morëm ekodopplerin që një doktor tjetër e përdor për të parë venat varikoze. Dhe me anë të ekodoplerit vendosëm një ven tek pjesa e mbrapsme e këmbës. Dhe më nuk mund t'ja dolëm, ja gjetëm, të gjetëm në pak doktori anestezist. Dhe përse një rast i rrallë, se do më thëmë pakën 2 vite që kam këtu, më kështë ndodhur kur që një paciente mos i gjendeshe në venat dhe kishte në gjendje kaq keq. Për para se të iki, dua që të tregoj këto shapkat që janë bërë shumë pjesë edhe janë prishur shumë, se do unë like nuk ikën kjo që ka këtu. Dhe po mendoj që t'i ndroj, kështu që ju lutem më thoni ku mund të marrë shkapat të tjera si këto. Waiting to be found. Step by step you're building your way. Knowledge will guide you day by day. Kolege me dashur Bonita, sa po qojnë dorez me ujë dhe nga prishur. Këto janë kushtet e vështira të punës. Tani, unë kam marrë pak kek për të ngrënë sot, edhe një sheg. Ndërsa, Pakida ka marrë byrek. Ma çfarë ke bërë? I mirë? Është byrek me kungull. Ashtu kam marrë dhe një kefir. Po ti e pive një kefir. Duhen 2. 2 në ditë? Dhe këtë e thot infermiera Pakida. Nëse, kjo është buka ime. Me ka është do ngope mund sot? Pakidën! So po më të vogël Pakidën, sigurisht. Po jo, e vogël, do më të madhe. Po pra nga që e vogël, e këtë vogël. Kefir, për të gjithë familjen. Kjo sheka që është si ros, e bardhë, është më pëlqen më shumë sa jo tjetra që është e kuqe. Apo jo? Edhe më kam pëlqen. Shoqja jo njëri, nga pa duhet në shek dhe na tha që na kishte sjellë shek që në mëngjes, një për mua, një për Kidi. Edhe duke qenë se merrem nga shekën time të bardhë, thamë okay, tani po ham një shek tjetër të erit, ta tani për gjysmë. Edhe na tha që këto janë shumë të mlam. Sheka kuqe. Dhe do shikoni nga fytyra ime sa e ëmbël që është. Kjo të elmon. Është shumë i hidhur, shumë asë. Eri faleminderit për shekën. Nuk dua më mos na sill. Ne. Jemi duke ngrënë me zorë tani, dhe të shumë së vërësitat të eri. Të më të madhe. Si në një nga gotë të dorëshqe.
Sa e bukur që je. Po qesh me qesh cik. Mistakes are stones that pave the path. Each stumble leads to a hearty laugh. The journey's long, but you're not alone. Each page you turn becomes your own. Breathe in deep, let the calm surround every answer. Atëherë, unë nuk është më vija, bërë disa blerje, dhe blerjet nuk më pata më të rritua të goja, është sot, për pjesën e drekës darkës, unë kam marrë sardele. Po ti more, do sardele? Dhe imagjino, do më thënë gati gjysmë kile sardele, 400 gram, dhe të bëra të gatuar ashtu. Morën vetëm 2 lekë të afër logjistime. Tani morën disa fruta perime, tu tregoj edhe ato. Informacion si të bëj. Saj. Salata nuk e ndaj asnjëherë, çfarëdo sezoni të jetë. Mora patate. Patate dhe mora disa margarina. Është dark. Edhe mora qepin njoma ishtë të bëjë salatë së bashku, sepse me peshë nuk shkojnë shumë. Tsuni! Qa të Tsuni? Qa të drita ime? Një shumë të hamë të përvele, por dhe jam dhe Tsuni të vogël. Lila? Dritus? Kus Tsuni? Hajde, hajde. Unë të përmjesht të marrë të drejtë vjolli, por sot ishte shumë lodhur dhe jam rrë në market, shkuzi të marrë këtë, por ndryshe të shkumë të drejtë vjolli. Se kjo e marrë zakonisht dhe ka përqyrë shumë të kjo. Shumë. Se që ta shpesoj ta hajë, sepse përndryshe do shkojnë për macet e lagjes. Hajde, Lilo! Hajde këtu! Hajde, bukurosi! Hajde, drita ime! Hajde, do hambuk? Hajde. Ushimi është Lilo approved. E pëlqeu Tsuni. Kalojmë pak quality time me maçokun tim të vogël, me maçokun tim të bukur. Ndërkohë që buka jonë bëhet gati. Ndërkohë që ato bëhen, unë jam duke përgatitur tani një sallatë. Kam marrë domate, spec, rukola, pak spinaq, pak marule dhe limon. Do lej dhe ato e shqipën e njom që morën dhe kështu këndi e salata për sot. Zbrit poshtë. Atëherë, kjo është dhe drek darka për ditën e sotme, patate, brokoli, limon, sallatë edhe sardele. Kjo dreka më bëri pak melankolike sepse dhe mami im gjithmonë të ndjelave na bënte këtë drek. E them të ndjelave sepse të ndjelave ishte pazari në Prenjas dhe gjithmonë mami brinte sardele të freskëta dhe na bënte të njëjtën gjë, sallatë me qep të njoma, sardele dhe patate. Unë ktheu kur pas me to. Si të para, pra që të thëllë të pjesa e parme është në formën e marri. Tani që riposta, i kem problem për rësit për gjithë në sotëve.
waiting to be found. Step by step, you're building your way. Knowledge will guide you day by day. Here waiting to be found. Step by step, you're building your way. Knowledge will guide you day by day. Hej, përshëndetje nga Dela së Ardhmes, nga një ditë më pas, unë jam më këtu me talentin tim premierit dhe teksa për shkolla doja që këtë eksperiencë, këtë mjësi t'i bëja dhe me ju gjithashtu. Atëherë, po do më animon në fillim të videos të rregova për një pacient me HIV/AIDS, e cili kishte për të bërë facelift, operacionin e faceliftit. Në momentin që recepcioni më raportoi për pjesën e venave, duke qenë primera e gjakun. Po, unë kam duar komplet të qera nga maci e gilo, dhe sa do më doreza që kisha frikën time, dhe në konsensus me një kolege tjetër, shkoja ajo kemi nga ta. Dhe kjo gjë bëri që unë mos e jepja dot ndihmën time si infermiere, dhe mos ta bëja mos ta trajtoja atë pacient. Në përti që unë jo shumë keq, kam menduar një gjithë natën, dhe kështu, e shkoj ta sot këtu dhe doja që ta ndaj edhe me juve në mënyrë që dhe ju të më jepni mendimet tuaja. E të sërojmë që unë kam drejtuar dhe pacientat të tjera me HIV/AIDS apo me hepatite. Të sërojmë që pacientja është në hospitalizim, në mënyrë duke i bërë të gjitha shërbimet që i nevojiten, por gjë që ka të bëjë me gjuhën e pacientës, mundohem që ta shmang për çfarë të gjërave që kam tek duart. Dhe për këtë arsye ndihem sikur kam dështuar si infermiere, sikur nuk e dash dot ndihmën që duaj, në përvar do detyrën time si duhet. Domosdoshmërisht ju thash, kam ndodhur në të tjera dhe e kam bërë, thjesht këtë herë e bëj me shumë të ngojë që në qerat tek duart dhe mendova për veten time dhe për të ardhmen time. Nuk është se rrezikoj pacientës diçka apo do të dimë se çfarë, shërbimi ju si duhet, vetëm unë brenda vetes nuk ndihem shumë mirë. Do të ndaj me ju, të gjithë infermierët aty jashtë që më shohin dhe do doja nëse do doja të dija, nëse ka patur ndonjë rast si ky i sotmi për mua, dhe nëse ka patur si keni vepruar, ose të thonë një gjë tjetër që të më ngushëlloj të paktën. Kështu. Ne kemi marrë në fund të videos, shpresoj shumë ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, comment, subscribe për më shumë video të tjera si këto, dhe ne do shihemi në videon e radhës. Mos harroni të follow në Instagram. Bye!